E rënd në Itali. Shqiptari humbi jetën në vendin e punës. Një aksident tragjik ka ndodhur në vendin e punës në komunën Vernio, pranë Pratos në Itali. Mësohet se një punëtor 56 vjeçar me origjinë nga Shqipëria humbi jetën pasi u shtyp nga një kamion ndërtimi në zonën Via del Bisenzio në fshatin Mercatale. Siç raportohet, viktima ishte duke punuar në shkarkimin e materialeve ndërtimore nga mjeti i cili ishte ndalur në një shpat. Për shkak të humbjes së tërheqjes së asfaltit, kamioni u lëviz papritur dhe goditi burrin, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Më pas, automjeti përfundoi në një kanal anës rrugës. Ngjarja ndodhi rreth orës 11 paradite. Punëtori ishte i punësuar nga një kompani që kryente aktivitete për llogaritë e kurrudhave shtetërore. Në vendin e ngjarjes mbërriti menjëherë një ambulancë e emergjencës 118, por mjekët nuk mundën të bënin gjë tjetër veçse të konfirmonin vdekjen. Ndërkohë, ndërhyrja u krye edhe nga zjarfiksit, karabinierët, policia bashkiake dhe inspektor të departamentit të parandalimit të ASL Centro.